Kurbin. Zbardhet dinamika e ngjarjes së ndodhur mesditën e sotme në Laç. Vihen në pranga 2 autorët që përdorën armët e zjarrit dhe përpasoj u plagosën 5 shtetas. Sekuestrohen 2 armë zjarri pistoleta të përdorura nga autorët tashmë të arrestuar. Në vijim të informacionit të dhënë për ngjarjen e ndodhur më datë 03/05/2025, rreth orës 13:27 në Laç, ku si pasojë një konflikti u plagosën me armë zjarri 5 shtetas. Grupi hetimor intensifikoi veprimet ndërkohë që forcat operacionale vijuan kontrollet në terren për kapjen e autorit. Nga tërësia e veprime hetimore të kryera deri tani, rezulton se konflikti mes të rinjve ka nisur për motive të dobëta, aksident rrugor me dëme shumë të vogla materiale, dhe me pas ka vijuar mes paleve duke përdorur armët e zjarrit. Nga këqyrja kamerave të sigurisë dhe në sajt të veprimeve hetimore të shpejta dhe profesionale, është bërë mundur sqarimi i dinamikës së ngjarjes, ku është dokumentuar se janë përdorur 2 armë zjarri, pistoleta, një armë e ftohtë përforcues grushti, si dhe 2 automjete, të cilat janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve të para hetimore u bë arrestimi në flagrancë i shtetas VDG, 27 vjeç, i cili mbeti plagosur gjatë konfliktit dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, si dhe K, 28 vjeç, të dyshuar si autore për veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese, dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Materialet hetimore do t'i referohen prokurorisë pranë gjykatës së juridiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprimet e tjera hetimore.